Radio Maria Kosovë. Një zëj krishter në shtëpinë tënde. Na dëgjoni në frekuencën 105.2 FM për rrafshin e Dugaxhinit, si dhe në frekuencën 107.4 FM për rrafshin e Kosovës. Po ashtu edhe në faqen tonë në internet www.radiomariakosove.org. Radio Maria Kosovë, një zëj krishter në shtëpinë tënde. Të dashur vëllezër dhe motra, qoftë lëvdue Jezu Krishti. Gjatë këtyre ditëve të nëndiqit kushtuar Virgjërës Mari, kemi mundësinë ta dëgjojmë dhe meditojmë fjalën e Zotit. Fjala e Zotit në personin e Krishtit bëhet vetë Zoti me ne, Emanueli, Zoti që e viziton, vjen e banon në realitetin tonë njerëzor. Në mënyrë që, si që thoshte Shën Augustini, në këtë mënyrë edhe ne të lartësohemi drejt tij, në mënyrë që të arrijmë përsosmërinë e cila realizohet në shejtërinë e Zotit. Leximet që i dëgjuam sot janë ato të cilat merren në festën që sot e kremtojmë, Shën Lorenci, diakon dhe martir, i cili me martirizimin e tij, me dëshminë e tij, me dhënien e jetës së tij, e dëshmoi dashninë e vërtet që kishte për Krishtin dhe fjalën e tij. E çka dëgjuam dashur vllazën e motra, sidomos në leximin e parë të Shën Paulit Apostoll drejtuar Korintazve. Kush mbjell, let mbjell me bujari. Kush ban mirë, let ban mirë me gëzim. Kush beson në Zotin, dhurohet tërësisht, sikur se ajo farë e cila nëse nuk hedhet në tokë dhe nuk shkrihet me një farë mënyre siç na tregon Krishti, nuk ka me mujt me i dhanë frytet e veta. Fara që e ka mbjell Zotin këto, apo ma mirë themi fara ma e mirë, është jeta e njeriut, është jeta jonë. Prandaj dashur vllazën e motra, jeni të thirrën me dhanë fryte, me dhanë fryte të mira, me dhanë fryte shejtnie, mirësie dhe dashnie në përditshmërinë tonë. Sot jetojmë në një kohë ku vërtet mundësit janë të mëdha, por jetojmë në një kohë ku ndoshta gëzimi i zemrës njeriut shkon e zbehet gjithnjë e ma tepër. Prandaj Shën Pauli na kujton, duke e cituar beslidhjen e vjetër, hyji e don atë njeri që dhuron me gëzim. Por këtë gjatë dashur vllazën e motra, nëse mendoj mirë edhe jetën tonë, këtë gjatë edhe ne e duam. Nëse dikush na ban mirë, nëse dikush na thot një fjalë të mirë, nëse dikush ndalet para nesh dhe na përshëndet, nëse dikush pyet për ne, për shëndetin ton, për jetën ton, nëse nuk e ban me gëzim, nëse nuk e ban me sinqeritet, ne nuk do të na ban mirë ajo fjalë ose ai veprim, ai gjest i njeriut që u ndal pra para nesh. Prandaj edhe ne, me një farë mënyre sikur se Zoti, duam që ajo që ka na bot ne, të na bot me gëzim,
jo për detyrim, jo për dhunë, jo për obligim, jo për frikë, jo sepse kështu duhet bëhet, por për arsye sepse kështu jemi të thirrën veprojmë dhe në këtë mënyrë edhe Zoti vepron ndaj secilit prej nesh. E sot shumë herë bëjmë shumë gjana, por rrezikojmë mos me i bë me gëzim, mos me i bë me lumturi, mos me i bë me dashni. E Zoja e bekume o shembulli do të thoja më i miri, i cili edhe sot na paraqitet se si duhet veprojmë me gëzim, me besim, me dashni, me të vërtet, me sinqeritet, sepse është pikërisht kjo mënyrë e të mendimit dhe të veprumit që do të sjellë frytet mira në jetën tonë dhe frytet mira në jetën e njerëzve me të cilët jetojnë. E Zoja e bekume veproi në këtë mënyrë. Ajo e cila kishte plane, kishte ideale, kishte projekte, e kishte jetën përpara, mendonte edhe martesën e saj, mendonte edhe familjen që donte ta krijonte. Por ndërhyrja e Zotit në jetën e saj, me një farë mënyre, me një janon planet e saja për me vendosë në qendër planin dhe vullnesën e Zotit. Dhe kjo mënyrë e intervenimit Zotit në jetën e saj, sigurisht se e trazoj, e shqetësoj, sikur se nga tregon Shën Luka Ungjilltar në kapitullin e parë. Por Maria nuk lejoj me humbë gëzimin, nuk lejoj me humbë besimin, e pyeti angjëllin e Zotit, si është e mundur kjo gjë, si është e mundur me ndodh pikërisht në jetën time. Maria kërkoi përgjigje të arsyes, por Maria u ndal përballë besimit saj, u ndal përballë angjullit Zotit, u ndal përballë fjalës që Zoti përmes angjullit Gabriel ja drejtoi asaj, dhe Maria e tha punë e saj pa e përjashtu dhe pa e largu gëzimin nga jeta e saj. Ne sot shumë herë ndoshta i thojmë po jetës sepse jetojmë, i thojmë po familjes sepse kena vanë premtime, i thojmë po meshtaris sepse kemi pranu me liri dhe dëshirë, i thojmë po obligimeve tona, i thojmë po punës tonë të përditshme e nga njerë dhe të lotshme. Por fjala e Zotit sot na tregon, nuk mjafton me thonë vetëm po, por kërkohet që poja jonë të jetë e përcjellur me ndjenjen e gëzimit, me ndjenjen e lumturisë, me ndjenjen e asaj dashurie e cila vërtet jep fryte të jashtëzakonshme në jetën e njeriu. Gëzimi, dashur vëllezër e motra, i ban mirë gjendjes mendore dhe gjendjes shpirtërore të njeriu. Lumturia i ban mirë marrëdhënieve tona ndërnjerëzore, lumturia i ban mirë marrëdhënieve tona familjare, marrëdhënieve tona edhe të punës, aty ku nuk ka gëzim, rrezikohet mos mu jetu. Imagjinone një familje që nuk din me qesh, që nuk din me ba humor, që nuk din me u gëzu, që nuk din me i pa gjanat e vogla, që nuk din me falenderu Zotin, që nuk din me jetue në adhurim të vazhdueshëm. Mendojeni një familje ku mungon lumturia dhe gëzimi. Çka do të ketë në familje? Sa do pasuri, sa do sukses, sa do të mira materiale, nëse mungon ndjenja e lumturisë, nëse mungojnë emocionet e gëzimit, rrezikohet mos me kshijue jetën, rrezikohet mos mu rrit, rrezikohet mos me dhënë fëmijëve vetë besim, rrezikohet mos me krye vullnesën e Zotit në përditshmërinë tonë. Prandaj të mendojmë sot në këtë meshajte, në përgatitjen e nëndiqit e cila na shpije drejt festës së Zojës bekuar, të mendojmë, a e karakterizon gëzimi jetën teme?
A jam I gëzushëm që jetoj? A jam I gëzushëm që e kam mundësin me vepru, me punu? A jam I gëzushëm që I takoj një familje, I takoj një kishe, I takoj një besimi, I takoj një kulture? A jam I gëzushëm se jam udhëtar me jetën që Zoti na bëri si dhurat? Nëse na mungon gëzimi, ta kërkojmë këtë dhurat prej Zotit, sepse Zoti do t'i dhuron njeriut ato që e kërkon me besim, ato që e kërkon me përkushtim. Nëse nuk kam rri diçka e bukur në jetën tënde, mendoje, a e kërkon ti me të vërtet atë? A e dëshiron të miren? A lutë Zotit që ajo të vinë jetën tënde? Apo ndoshta e vren mungesën, e vren se diçka nuk funksionon, e vren se diçka I mungon brendësis shpirtit, mendjes tënde, por nuk din si mja hap zemrën, si mja hap derën, si me I leju e të mirës, me ardh, me banu, me jetu, me urrit e me dhanë fryte në jetën tënde. Psalmi 112 që e dëgjuam, është I karakterizum prej lumturis. Lum njeriu që e druan Zotin, lum njeriu që I mban urdhnimet e tia, lum njeriu e cili din me mbjell faren e vet në jetën e botës, lum njeriu do të jetë I bekuar ndër breza nëse jeton në drejtësi dhe në mirësi. Dhe vazhdon të I lumtur është njeriu që përdelen e uajon, që punet e veta I kryn me ndërgjegje. Nuk mundemi me qenë të lumtur nëse veprojmë kundër ndërgjegjes. Nuk mundemi me qenë të lumtur nëse veprojmë kundër fjalës Zotit. Nuk mundemi me qenë të lumtur nëse bëjmë gjana që nuk sjellin lumturi. Sepse dashtën vllazën e motra, lumturia varet nga përcaktimet tona, nga veprimet tona, nga vendimet tona, nga mënyra si mendojmë, nga mënyra si jetojmë, nga mënyra si komunikojmë, nga mënyra si shikojmë, nga mënyra si flasim. Lumturia jon e përcakton lumturinë tonë, e përcakton pra mënyra e të mendumit dhe të veprumit tonë. Sot shumë njerëz nuk janë të lumtur sepse veprojnë kundër ndërgjegjes. Nuk mundesh me qenë I lumtur nëse ke bë diçka kundër vullnesës Zotit. Pse? Sepse ke me pas frikë. Kime pas frikë se të zbulon gruja, se të zbulon burri, se të zbulon fëmia, kime pas frikë se do del në shesh e keqja, e frika e rënden gëzimin, frika nuk e lejon fjallën e Zotit me urrit, frika nuk e lejon gëzimin me u baj pjesë e jetës, e ditëve tua, e viteve tua. Prandaj thot, I lumtur është njeriu që I kryen punë të veta me ndërgjegje. E qka është ndërgjegja? Ne në katekizëm na kanë thonë është zani I Zotit. Sigurisht, sa është zani I Zotit, është vedia se jemi bijtë e Tij, është vedia se jemi të kriju në shembullin, në imazhin e Zotit, është vedia se jemi njerëz e nuk jemi Zot, është vedia se kem nevojë për autorin e jetës, është vedia se jemi të thirrën me u mundue për çdo ditë, në shembullin e Zojës bekume, në shembullin e Shën Lorencit, e martirëve tanë, me jetue sipas atyre vlerave dhe parimeve shpirtërore që vërtet I japin kuptim dhe shëjtrim jetës tonë. Njeriu I drejt nuk I trendet lajmit keq. Njeriu I drejt nuk e humb besimin Zotin. Njeriu I drejt çka do të mund me ndodh në jetën e tij, nuk e humb ekuilibrin, nuk e humb qëllimin e jetës. Pse? Sepse nuk ka ndërtu mbi zallin, mbi rër, por ka ndërtu mbi shkëmb, mbi fjalën e Zotit, mbi të vërtetën, mbi dashnin, mbi ato parime që vërtet e lejojnë ndërtimin dhe formimin e jetës njeriut.
dhe krejt në fund, Krishti na e paraqet një shembëltyrë të jashtëzakonshme, fara, e cila thot, nëse nuk vdes, përdoret një imazh jo paksa, thojnë paradoksal, në kundërshtim me ato çfarë thot, me të vërtet Krishti, fara, nëse nuk vendoset në tokë, nëse nuk deformohet me një farë mënyre, ajo nuk mundet me dhanë farë, ajo nuk mundet me urrit, ajo nuk mundet me u zhvillu. Edhe ne njerëzit, nëse ruajmë vetveten, nëse kemi frikë me ba mirë, nëse kemi frikë me udhuru, nuk mundemi me u shndru, nuk mundemi me i ba mirë njani tjetrit, e në këtë mënyrë kanë veprue prindërit tanë, kanë veprue nana tona, nuk kanë pas frikë me sakrifiku vetveten, nuk kanë pas frikë me dhanë shnetin e vetë, me dhanë forcën e vetë, me dhanë përkushtimin e vetë, me lindë një fëmijë, 2, 3, 4, e sa Zoti ka dhanë, e sa Zoti ka dashur. E sot dojna me rujt trupin, dojna me rujt formën e mirë, dojna me rujt lëkurën dhe e kemi humbë nështë shpirtin, dojna me rujt në gjendjen e jashtme, e kemi humbë gjendjen e mbrendshme, vrapojmë palestra me ushtru e trupin ton dhe e bajmë, si shtot popli na zgja, shpirtin ton. Prandaj, ta lusim ndërmjetësinë e Virgjës Mari, në mënyrë që t'jetojmë me vedije, t'jetojmë me gëzim, t'jetojmë me lumturi, sepse nëse këto mungojnë, gjithë shka me na dhuru, nuk kena me u gëzu, nuk kena me i shiju. Prandaj dashtën vllazën e motra, mos t'i lejojmë të keqit, me na zhgënjye, me na mashtrue, mos t'i lejojmë djallit, me na nda për i vullnesës Zotit, e me na nda për i atyre dëshirave të mira që i kemi në zemër dhe në shpirtin ton. Këtë me shajte, njetët tona, dëshirat tona, planet tona dhe sidomos familje tona, ja kushtojmë Virgjës Mari, ndërmjetësi saj që të na ndihmon, që të na jep forcë e mënyrë të veçantë që jetën tonë ta shëjtron e që një ditë gjithë bashku të gëzojmë mbretëninë e Zotit, qoftë lëvdue Jezu Krishti.